إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jalla, Atij I cili na udhëzoi në rrugën e drejtë. Dhe atë që udhëzon I madhi Zot nuk ka kush e humb, dhe atë që humb Zoti Xhella Xhelalu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Allahu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim që t'i friksojnë Zotit dhe thënë fjalën e vërtet. Pavarësisht se cilat janë gjurmët që ajo lë, njeriu duhet thotë vërtetën në përputhje me librin e Zotit dhe sipas këshillës dhe moralit dhe metodës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet, një I vetëm I pashoq përveç Allahut Azza wa Jall. Dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wasalam është robi I Allahut I dërguar I Tij për mbar njerëzimin dhe një shembull më I mirë I historisë e njerëzimit. Fjala më e mirë është fjala e Allahut Kur'ani Kerim dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit alayhi salatu wassalam. Punët më të shëmtuara në fenë e Allahut janë shpiket që në humbje dhe humbja që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, pasi përjetuam momente të veçanta në muajin e Ramazanit, është e natyrshme që njeriu ta zaptoj atë neglizhenca dhe me njëherë të hyjë në dinamikën e jetës përditshme që dal nga dal I avenit atij besimin dhe imanin, I alodh zemrën dhe shpirtin dhe trupin dhe do ta gjesh njeriu që herë mbas here neglizhon, toleron, harron, gabon. Prandaj është e nevojshme që herë mbas here dhe siç thot Zoti në Kur'anin Kerim, fadhakkir, përkujtojnë njerëzit sepse vërtet përkujtimi I bën dobi besimtarëve. Ndonjëherë ju e dëgjoni që në ligjëratat tona shumë të thjeshta dhe shumë modeste, dëgjoni fjalë të drejtë për drejtë, e cila trajton hallet dhe problemet dhe fenomenet që ka shoqëria jon, dhe jo vetëm kaq, por dhe më gjerë, por pse jo dhe vetë problemet që ka bashkësia jon islame, hallet, shqetësimet, sfidat që përballin përditë. Dhe kemi qenë të detyruar në përputhje me fjalën e Allahut dhe atë që na këshillon pejgamberi të themi të vërtetën dhe të folurit troç. Dhe sot do dëshiroja që herë mas here mos lindin me keq kuptime, të bëjmë dallimin midis fjalës së vërtet, fjalës së butë dhe fjalës së ashpër. Të gjitha këto I gjeni në shembujt e Kur'anit Kerim, në fjalët, sjelljet, veprat dhe biografinë e profetit alayhi salatu wasalam, në jetën e tij të përditshme, qoftë në aspektin teorik dhe atë praktik. Prandaj lavdëruar qoftë Allahu subhanahu wa taala, I cili e lartësoi fjalën e drejtë, e zbukuroi dhe e bekoi fjalën e butë dhe e vendosi fjalën e ashpër në vendin e nevojës sipas rrethanave dhe gjendjeve dhe halleve që kanë njerëzit. Paqja dhe bekimi I Tij qoftë me më të mirin e njerëzve Muhamedit alayhi salatu wassalam. Njeriu me urtësinë më të madhe, me gjuhën më të pastër dhe zemrën më të ndritshme. Prandaj Allahu Azza wa Jall nuk e trajtoi të vërtetën si fjalë dhe tinguj që neve I nxjerrim nga gjuhët tona, por është amanet që peshohet, rregullohet dhe vlerësohet sipas qëllimit, situatës, efikasitetit, drejtësisë. E kështu që dietarët tanë Zoti I mëshiroft kanë thënë, çelësi I së mirës, pra çelësi I së mirës është fjala e mirë, kurse fjala e keqe është si gozhda në zemër.
Prandaj çfarë do thot al kelimatul haq, fjala e drejtë, të folurit troqe dhe drejt, do të thosh të flasësh në përputhje me realitetin, të thuash gjërat ashtu siç janë, edhe pse ndonjëherë ky realitet neve na vë me shpatulla pas murit, por ajo ka për qëllim rregullimin, drejtësinë, dëshminë për Allahun, thirrja në të mirë, urdhimi nga e keqja, ndalimi nga e keqja, dëshmia e drejtë në gjykime, përmirësimin, dhe nuk ka për qëllim ngacmimin, provokimin, poshtrimin apo cënimin e njerëzve, sepse këtë radhë ajo do të dilte nga roli i saj. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin Kerim: "Wa kulil haqqu min rabbikum", thuaj të vërtetën o Muhammed që vjen prej Zotit tënd. Pra ne jemi të detyruar, duam apo s'duam, ta themi të vërtetën që vjen prej Allahut, duke trajtuar problemet që kemi në familje apo në shoqëri me drejtësi, sepse është e vetmja mënyrë kur mbi zotëron e keqja në shoqëri, ti të përballesh me të njëjtën formë dhe mënyrë me të mirën, duke e përhapur atë, duke e përcjell atë, duke e folur atë, duke kuruar me të zemrat e njerëzve dhe mendjet dhe qëllimet dhe veprimet e tyre. Në ajetin tjetër Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Wa man asdaqu min Allahi qila", dhe kush është më i drejtë se Allahu në fjalë? Pra fjala e Zotit o vëllezër është fjalë e drejtë. Ajo shëron, ajo kuron, ajo ndriçon, ajo udhëzon njerëzit, ajo i hap zemrat, i shliron ata nga brenga e të keqes, nga problemet, nga padrejtësitë, pra i jep zgjidhje njerëzve sa herë që vjen prej Zotit subhanahu wa taala. Prandaj fjala e vërtetë është thelbi i besimit. Tham që është dëshmia për Allahun, është thirrja në të mirë, urdhërimi për të drejtën, ndalimi nga e keqja, pra dhe drejtësia dhe dëshmia në gjykim. Prandaj nëse neve nuk e flasim fjalën e mirë, atëherë dije se do të na zaptoj fjala e keq ose do të përhapet e keqja. Ky rregull është vendosur që në fillimin e krijimit të njerëzit, kur Allahu xhelle xhelaluhu e krijoi Ademin dhe Hawan, babain dhe nanën tonë të parë, në fillimin e historisë njerëzore, dhe i paralajmëroi ata për disa gjëra, dhe i urdhëroi për disa gjëra pikërisht që mos të bien në atë rrugë që Zoti i paralajmëroi, e megjithatë njeriu është gabimtar dhe ata ranë atë gabim. Prandaj neve jemi detyruar që t'i përcjellim fjalët e Zotit dhe fjalët e pejgamberit ashtu siç janë, pavarësisht se ndoshta ato na prekin, na shqetësojnë, na mërzisin, ndryshe neve nuk e kemi thënë pra amanetin që duhet. Por megjithatë, ne edhe duhet të themi një vërtet tjetër, që butësia është më e mirë se ashpërësia. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka thënë në hadithin e tij: "Më i forti për ju është ai i cili e thot vërtetën qoftë edhe kundër vetes tij." Transmeton Imam Taberiu me zinxhir të saktë transmetimi. Dhe ashtu Allahu Azza wa Jall na sqaron neve në Kur'anin Kerim: "Wa kulil haqqu min rabbikum", thuajini se e vërteta vjen prej Zotit tuaj. Pra neve jemi detyruar vëllezër dhe motra ta përcjellim atë ashtu siç është. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, men yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Pra kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të thotë mirën ose të vërtetën ose ndryshe të hesht. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Pra çfarë thon dietarët tan për fjalën e vërtetë? Thot Imam Shafiu rahimahullahu taala, nëse e vërteta është e qartë, mos u frikso nga ashpërsia e saj. Thot Hasan al-Basri rahimahullahu taala, fjala e vërtetë është shpesh që e mban vetëm zemra e sinqertë. Pra nëse ti, unë dhe çdo njeri është i sinqert dhe e pranon atë, atëherë mos u shqetëso nga pamja e jashtme e saj që duket si ashpër, sepse ka raste që ajo duhet përdorur e tillë. Imam Maliku rahimahullahu taala ka thënë: fjala e vërtetë, pra fjala e vërteta nuk njihet me njerëzit. Pra kush e thot atë, por njerëzit njihen me të vërtetën. Sa janë të vërtetë, sa e praktikojnë të vërtetën, sa thresin me të vërtetën. Prandaj vëllezër dhe motra, e vërteta është një amanet që ne duhet ta përcjellim dhe ta themi atë derisa t'ia dorëzojmë shpirtin Allahut Azza wa Jall, pavarësisht se do të ketë shumë prej njerëzve që do të refuzojnë, që do mërziten, që do zemërohen, që do acarohen, por kjo nuk është detyra jonë. Detyra jonë është ta themi atë, por mos harroni. Fjala e butë. Pra cili është dallimi, ne tham, midis fjalës vërtet, fjalës butë dhe fjalës ashpër. Fjala e butë është rruga e pejgamberëve të Zotit alayhi salatu wasalam. Është shembulli i tyre, paqja mëshira e Zotit qoftë me ta. Allahu e urdhëroi Musain dhe Harunin tek faraoni duke i thënë: "Faqula lahu qawlan layyina",
dhe i flisni faraonit me fjalë të buta, ndoshta i friksohet dhe përkujtohet tek Zoti subhanahu wa taala. Prandaj Allahu xhelle xhelalu këtu pati për qëllim fjalën e butë para një prisi zullumqar. Edhe kjo ka ndryshime dhe rrethanat e veta, vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtara. Maqamu huna, pozita e kësaj fjale këtu është pozita e Davetit, pra prisit në atë kohë, i cili ishte një zullumqar i madh, e dërgoi Husain, Musain dhe Harunin që t'u flasin me fjalë të butura që t'i zbutet zemra, që t'i zbukurohet shpirti, që t'i rehatohet mendja, që të kuptojë që Allahu i do robët e tij, prandaj pendohu, ktheu, udhëzohu tek Zoti xhelle xhelalu. Pra, shkoi ke tirani dhe mizori, me meritonte fjalën e butë që ta udhëzohesh në fenë e Zotit subhanahu wa taala. Kështu që ai që është brenda fesë tënde, brenda islamit tënd, e meriton businë më shumë se sa ai që është zullumqar dhe jashtë islamit. Allahu azza wa jall thot në Kur'anin Kerim: "Wa qulu lin-nasi husna." Pra flithini njerëzve në mënyrë më të mirë, me fjalë të bukura. Në ajetin tjetër thot Allahu azza wa jall: "Idfa billati hiya ahsan." Ktheje të keqen me të mirë. Pra, ktheje të keqen me fjalë të mira, pra mos e ndiq të keqen me të keqe. Në ajetin tjetër thot Allahu: "Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha." Dhe folja atyre o Muhammed me fjalë që depërtojnë thellë në zemra, pra që të ndikojnë në zemrat e njerëzve. Pra vëllezër, butësia është parimi, ashpërsia është diçka e veçantë. Pra butësia është origjina, kurse ashpërsia është diçka që përdoret në kohë të caktuara, në vendin e caktuar, në momentin e caktuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa beduinin që hyri dhe urinoi në xhami, nuk i bërtiti, nuk e ngriti zarin, i qetësoi sahabët, pastaj i foli atij me butësi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur erdhi një prej trinjve dhe i kërkoi leje: "Ja Rasulullah, më jep leje të kemi të dashur, në gjuhën e rëndom të popullit ton sot një dashnore." I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam me butësi: "A do dëshiroje që ajo të ishte motra jote, apo nëna jote, apo halla jote?" Tha: "Jo." Atëherë i tha pejgamberi alayhi salam: "Kjo gjë është ndaluar." Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur mori vesh që dy të rinj kishin bërë zina, immoralitet, i këshilloi me butësi, i këshilloi, i kujtoi ditën e Kiametit, i kujtoi frikën ndaj Allahut dhe teuben. Pse o vëllezër në këto momente i foli but pejgamberi se fije maqamu taube, këtu është momenti për teube, për afrim, për mbulimin e gjunahut, që njerëzit kuptojnë rënd gabimin, dhe jo për hapja, sharja apo fyrja. Pra duhet kuptojnë pozicionin e çdo fjale apo vepre, dhe rëndësinë dhe gjykimin e tyre, për të kuptuar se cili është dallimi midis fjalës së vërtet, edhe pse duket si ashpër, midis fjalës butë dhe fjalës ashpër atë kur është e nevojshme. Imam Ibn Qayyim rahimullahu taala ka thënë: "Thirrja pa butësi është si zemra pa jetë." Po ashtu thot Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala: "Butësia është arma e dietarit, kurse ashpërsia është mburoja e tij. Të dyja duhen përdorur sipas urtësisë." Imam Nawawi rahimahullahu taala ka thënë: "Urtësia është vendosja e butësisë apo forcës në vendin e duhur." Pra çdo gjë o vëllezër ka pozitën e saj, ka vendin e saj, ka momentin e saj, ka rregullat e saj, prandaj nuk flitet gjithmonë një lloj. Por me lejen e Zotit, në shembujt që do të vinë, do të kuptojmë se kur dhe si përdoret fjala e ashpër. Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Ndoqëm disa shembuj dhe përcollëm disa shembuj kur e vërteta duhet thënë, përcollëm disa shembuj ku urtësia ka pozitën dhe rregullin dhe normat e saj, dhe është e rëndësishme të përsjellim se kur thuhet fjala e ashpër ose fjala me qortim. Pra, a është e lejuar ashpërsia? Po vëllezër, ashpërsia është e lejuar, por me kushte. Allahu në Islam e ka bërë, nuk e ka, në Islamin ton nuk ka fjalë të ashpra, por as nuk ka dobësi të tepruar. Islami nuk është fe e fjalëve të ashpra, por as e fjalëve të dobta dhe dobësive tona njerëzore,
që të na bëjnë që për shkak të dobësisë që ne kemi, të braktisin vërtetëm dhe të thyejmë kufijtë e Zotit dhe të drejtat e njerëzve. Pra butësia është rregull në Islam, kurse ashpërsia është përjashtim i udhëzuar, i matur dhe i drejtë me kushte dhe rrethana të caktuara. Pra kur përdoret ashpërsia, o vëllezër dhe motra? Kur flitet fort, kur flitet ashpër, a ka ndodhur kjo në Kur'anin Kerim dhe a ka ndodhur kjo në historinë e profetit alayhis salatu wasalam? Po vëllezër, me 10 shembuj. Neve kemi përdorur ose kemi zgjedhur shumë pak prej tyre. Kur mbrohet e vërteta dhe kufijtë Allahut subhanahu wa taala, kur i dërguari Allahut alayhis salatu wasalam hyri në tregun e Medines dhe e futi dorën në një thes me grur, e pa që sipër ishte i thatë dhe poshtë ishte i njom. Dhe ngriti i zërin pejgamberi alayhis salatu wasalam, qala man ghasha falaysa minna, kush na mashtron nuk është prej nesh. Përse o vëllezër? Sepse pozita këtu është pozita të drejtave të Zotit dhe e drejtave të njerëzve. E drejta e Zotit se Allahu e ka ndaluar mashtrimin. E drejta e njerëzve se i hyn hak njerëzve duke i dhënë një mall që nuk është në cilësinë e dur. Dhe këtu duhet përdorur ashpërsia, që të kuptojë njeriu rëndësinë e hukukullah, të drejtave të Zotit dhe drejtave të njerëzve. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam pra e qortoi ashpër. Në një udhim pejgamberi i Zotit alayhis salatu wassalam e zuri gjumi me sahabët e tij, i doli koha namazit. Dhe u ngritën më njëherë me shpejtësi për të falë namazin kaza, si i themi ne, ko namazi i ka kaluar. Dhe filluan sahabët të merrin abdes me së shpejt, dhe disa prej tyre nuk i lanin mirë themrat. Dhe njëherë u zëmrua pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe ngriti zërin dhe tha: "Wailu lil aqabi minan nar", mirë për themrat nga zjarri i xhenemit, mirë për themrat nga zjarri i xhenemit, mirë për themrat nga zjarri i xhenemit. Pse? Sepse këtu ka të bëjë me të drejtat e Allahut dhe të drejtat e njeriu ndaj Zotit, pra ti nuk mund t'i afrohesh Zotit në adhurim duke pasur mangësi në abdesin tënd. Në një herë tjetër pejgamberi sa së po në udhim, sahabët i kërkuan që t'i varnin armët e tyre në pemë për fat, dhe u zëmrua sa ju duken shenjat e skuqjes dhe zemërimit si kokrat e shekës në fytyrën e tij alayhis salatu wasalam. Dhe tha: "Po më kërkoni mua, siç i kërkuan Musait shokët e tij, t'i bëjmë shirk shok Zotit?" Dhe këtu që ngriti fort zërin pejgamberi alayhis salatu wasalam. Në shembullin tjetër mes ensarëve dhe muhaxhirinëve në Medinë, zihen 2 djem të vegjël, njëri nga muhaxhirinët dhe njëri nga ensarët, duke përdorur fjalë racizmi. Vjen pejgamberi alayhis salatu i zemur thot: "Abi hadha ji'tum", a për këtë keni ardhur? A për këtë keni ardhur? Lërini këtë lloj thirrjen e racizmit, sa ajo është ndyrë, vjen e keqe, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam. Në shembullin tjetër i dërguar i Zotit alayhis salatu wasalam, kur ka parë sahabët që i përngjësonin atyre që ishin para nesh, çifutëve krishterëve, ka thënë: "Do të hyni, do t'i përngjësoni ata që ishin para jush." I thanë: "Ja Rasulullah, kush janë ata çifutët e krishterët?" Tha: "Po kush tjetër përveç tyre? Edhe nëse ata hynë në vrimën e ardhucës, ju do t'i ndiqni prapa." Prandaj i ndaloi pejgamberi alayhis salatu wasalam ata që mos t'i përngjësojnë popullit e tjerë, mos t'jen pasiv të tyre, mos t'jen zvarranik të tyre, por të kenë kulturën, civilizimin, diturinë, integritetin e tyre dhe mos t'jen të varur nga të tjerët. Ja pra, që ashpërsia në të drejtat e Allahut pas ka vend, vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare. Pra e dyta është kur nuk ka dobi butësia. Pra ti flet me butësi 1 herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, 10 herë, dhe ai ta merr për dobësi dhe ti ignoron. Atëre e trash njeriu tonin, zërin e ngre fort për ta ngritur të drejtën e Zotit, drejtën e Jezusit që meriton. Imam Ibn Taymija rahimahullahu taala ka thënë: "Disa zemra i zgjidh fjala e butë, e disa të tjera çfarë? I zgjidh vetëm ata fjala e fortë, fjala e ashpër, që njeriu të kuptojë rëndësinë e problemit. Nëse ai nuk e kupton rëndësinë e problemit, atëherë ti duhet t'i flasësh për ashpër." Tjetra, kur jepet këshill një tirani, pra tiranët janë me lloje, me kategori, ndonjëherë i flitet ashpër, e ndonjëherë i flitet çfarë? Ndonjëherë i flitet butë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë: "Lufta më e mirë, xhihadi më i mirë është fjala e vërtetë kundër sundimtarit zullumqar, përpara sundimtarit zullumqar." Pra që pas ka dobi dhe fjala ashpër në momente dhe kohë caktuara, vëllezër dhe motra. Thot Imam Ibn Hajeri rahimullahu taala, kjo është fjala e prerë, jo e butë, sepse butësia në këtë situatë nuk sjell rezultat, thot Ibn Hajeri rahimullahu taala. Prandaj që ti vësh në duke një zullumqari, një kriminali, një njeriu që e lodh, e stërmundon një shoqëri,
duhet atëre kur nuk bën dobi butësia, do t'i flasësh ashpër që të kuptoj rëndësinë e shkeljes së drejtave të Allahut dhe drejtave të njerëzve. E katërta, kur dikush po dëmton fen ose shoqërinë, kur dikush dëmton fen, e shan fen Allahut, e shan pejgamberin e Zotit, e shan Kur'anin, e shan Islamin dhe muslimanët, flet hapur dhe degradon nderin e njerëzve, ose dëmton shoqërinë, ose e vjedh atë, ose e vret atë, ose shton korrupsionin, pra bën vepra që shkatrojnë njerëzimin, duhet folur o vëllezër dhe motra. Duhet folur sepse pasoja e kësaj të keqe, siç kemi parë në historinë e njerëzimit, sjell pasoja për gjithë njerëzimin, dhe për njerëzit e mirë dhe për njerëzit e këqij. Prandaj neve nuk duhet të jemi njerëz që friksohemi, kështu që pejgamberi alayhi salatu wasalam në haxhin e lam tumirës i u la një porosi sahabëve radhiyallahu anhu, me 120.000 sahabë në Mekë, tha: nderi juaj, pasuria juaj, gjaku juaj janë të ndaluara. Kjo është fjalë prerë. Kjo është fjalë prerë o vëllezër. Prandaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam pasaj çfarë tha? Mos u ktheni ju besimtar pas me duke vrarë njëri tjetrin. Këtu nuk ka nevojë për fjalë të butë. Ka nevojë për fjalë të thënë fort dhe me drejtësi, ashtu siç është, ashtu siç ka ardhur, që njerëzit ta kuptojnë rëndësinë e saj kur thyen dhe cënohen të drejtat e Zotit dhe të drejtat e njerëzve. Pra kjo është fjalë e fortë, por e drejtë, e thënë ashpër, por e drejtë. Kurse e pesta është kur dikujt i është bërë pa drejtësi dhe ai ka zgjedhur të gjitha rrugët ligjore për ta zgjidhur hallin dhe problemin e tij, nuk ka gjetur mundësi, ka dalë dhe ka folur ashpër, e ka ngritur zërin. Prandaj dhe Allahu në jetë kuranor, kur thotë Allahu nuk e do shfaqjen e të keqes illa men dhulime, përveç atij që është bërë pa drejtësi. Ai dëshiron ta delancojë të keqen, ta vërja të ndukje, ta qaj hallin e tij. Një prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte bërë pa drejtësi, nuk dinte çfarë të bënte, u ankuat tek i dërguari i Zotit, edhe pse hadithi ka smundje në transmetimin e tij. Tha: ja Rasulullah, çfarë të nxiri plaçkat? Dhe i nxori plaçkat në rrugë, i tha: njëherë çfarë bën? Thot: filani më ka bërë pa drejtësi. Pikërisht kjo është një lloj proteste, një lloj rebelimi ndaj të keqes, që neve e kemi harruar atë, ta themi ashtu siç duhet. Prandaj duhet kuptojni të rinj dhe të reja, vëllezër dhe motra, që do të gjeni gabime ka xhallarët tuaj, ke vëllezërit dhe motrat tuaj, por nëse e kuptoni fen kështu siç është, që duhet fjala e butë kur ka vendin, duhet fjala e vërtet kur ka momentin dhe vendin, duhet fjala e vështirë dhe ashpër kur ka momentin dhe vendin, jam i bindur që nuk do të keq kuptoheni, nuk do të zemroheni, nuk do të turpëroheni, por nuk ka pse të turpëroheni për të vërtetën, nëse kjo fjalë që unë po flas sot mua më vetë duket metat e mia si njeri, si hoxh, si princ, si qytetar, si njeri thjesht, unë ja di për nderë çdo besimtari dhe besimtareve që na kuron, që na udhëzon, që na këshillon, që na hap syt, që na mburon, sepse muslimani është pasqyrë vllai i tij, është mburoje vllai i tij. Prandaj ti lëm pa kënaqësi, ti lëm pa diturit, ti lëm inatet, fjalët boshe që nuk sjellin kur dobi, pse, qysh e tha, pse e tha. Nëse ne jemi njerëz që e duam Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, për te gjunave dhe gabimet tona, duhet kuptojmë mangësitë tona njerëzore, që jemi të gabueshëm dhe kemi nevojë për këshill, për kurim, për rregullim, për vetët tona radh parë, tek gruaja jon, tek baballarët ton, tek fëmijët tan. Prandaj lut Allahun azza wa jall që na bëj për atyre që e thon të vërtetën me butësi dhe ashpërsi atëherë kur duhet. Imam Ibn Abdul Barri rahimahullahu taala ka thënë fjala e ashpër është armë e drejtësisë kur butësia dështon. Pra fjala e ashpër është fjalë drejtësie, arma e drejtësisë kur butësia dështon. Thot Imam Ghazaliu rahimahullahu taala, kur këshilla e butë nuk ndalon të keqen, lejohet ashpërsia e fjalës, pra ai sa ndalet pa drejtësia, derisa ndalet pa drejtësia. Imam Ahmedi rahimahullahu taala ka thënë, nëse vërteta nuk thuhet me forcë, të ligjt do ta shkelin të drejtën. Verja një vullën vet fjalëve tona, sjelljeve tona, veprave tona, qytetarëve tanë, prokurorëve tanë, policisë tonë, shtetit tonë, çfarë ju them, qeverisë tonë, pra kur e pa drejta bëhet model dhe të shkel dhe të shtyp, atëherë arrim në këto momente që ne sot nuk reagojmë dot. Madje kemi rënë në një gjumë letargjik, në një kom të tillë
Sa që kur dikush flet për të vërtetën, ose për ndershmërinë, ose për drejtësinë, ne përjashtojmë atë. Ja doli ky, ja e tha ky, ja do ta bëj ky, ja ky ishte më i mirë se tjerët, ja ky ashtu, ja ky ashtu. Dhe kështu neve groposim ato zërat të mirës, ato zërat të drejtësisë, apo të zërat të tyre njerëzve që përpiqen të ndryshojnë sadopak, qoftë me fjalë, në përputhje me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku shikon një të keqe le të ndryshojë atë me dorën e tij. Nëse nuk mundet, me gjuhën e tij. Nëse nuk mundet, me zemrën e tij, dhe kjo është imani më i pakët. Dhe neve nuk duhet të qëndrojmë tek imani më i pakët, por duhet të qëndrojmë ke gjua dhe forma e këshillimit, ndryshe e keqja do të na kapi të gjithëve. Prandaj, vëllezër dhe motra, kur ndalohet fjala e ashpër, kur ajo është sharje, kur ajo është poshtrim, kur ajo është përqeshje, kur ajo është tallje në nënçmimin e njerëzve, kur ajo nuk e kryen funksionin e saj dhe del nga rregullat e shariatit, prandaj dhe Zoti i thot: la yashar qaumun min qaumin, mos përqeshni njëri tjetrin. Kur buron nga arroganca, thot Imam Shafiu rahimahullahu taala, fjala e drejtë kur shoqërohet me arrogancë kthehet në fjalë të keqe. Kur butësia është me dobishme, flitet me të urtën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: Allahu jep me butësi atë që nuk e jep me ashpërsinë. Prandaj o besimtar, Islami na urdhëron të vërtetën si përmbajtje, butësinë si metodë kryesore, ashpërsinë vetëm aty ku urtësia dhe drejtësia nuk bën dobi. Allahu na bëf prej atyre që flasin të drejtën kur flasin, dëshmojnë dhe nuk dëmtojnë zemrat, urdhërojnë për të mirën me urtësi, ndalojnë nga e keqja me mençuri dhe përdorin gjuhën për të arritur kënaqësinë e Allahut, dhe jo për të vënë njerëzit me shpatlla pas murit dhe të përmirësojnë veten e tyre në radh parë pasaj tjerët. Elusim Allahun azza wa jall na i falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun na i falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun na forcojnë fenë e tij. Elusim Allahun na bëj shembull në të vërtetë me butësi, urtësi dhe mirësi. Elusim Allahun azza wa jall të udhëzoj të rinj dhe të reja tona. Elusim Allahun të udhëzoj prindrit, nënat dhe baballarët tonë. Elusim Allahun të udhëzoj shoqërinë tonë, të udhëzoj politikanët e këtij vendi, drejtinë dhe gjykatësit e këtij vendi, tregtarët e këtij vendi, popullin e këtij vendi, sepse nëse vazhdojnë të ecin në këtë lloj forme dhe në mënyre, dijeni se e keqja do na zaptojë të gjithëve, dhe atëherë ju e dini që kur vjen dëshkimi i Allahut, i kap edhe të mirët edhe të këqijt. Elusim Allahun azza wa jall na mbuloj me rahmetin e tij. Elusim Allahun na mbuloj me rahmetin e tij. Elusim Allahun na mbroj me rahmetin e tij. Elusim Allahun na ruaj nga çdo e keq, çdo dredhi që duket dhe nuk duket. Na ruaj nga çdo sprovë që duket dhe nuk duket. Na ruaj nga çdo kurth që duket dhe nuk duket. O Zot, ndihmoj vëllezërit motrat tona në Palestinë. O Zot, ndihmoj vëllezërit motrat tona në Palestinë. O Zot, ndihmoj vëllezërit motrat tona në Palestinë dhe kudo që ndodhen muslimanët e Rabbel Alamin. O Zot, atyre po u bëhet padrejtësi dhe ti e largon padrejtësinë. O Zot, atyre po u bëhet padrejtësi dhe ti e largon padrejtësinë. O Zot, jepi gjithë secilit hakun që i takon dhe premtimi jot nuk thyet dhe peshorja jote nuk gabon ya Rabbel Alamin. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.